Në shkollën e fshatit Rëmbec, fryma krijuese e nxënësve ka marrë formën në një nismë sa artistike aq dhe edukative. Në klasën që pritet të shndërrohet së shpejti në laboratorin e gjeografisë, po realizohet një mural i veçantë, i cili do të shërbejë si një mjet vizual dhe frymëzues për nxënësit. Momentalisht jemi duke ndërtuar një laborator gjeografie, i cili do jetë ndërthurur me pjesën digjitale, do vendosim projektor, por dhe pjesën manuale ose pjesën e figurave përbërëse të gjeografisë. Duke marrë parasysh që kemi nxënës shumë të talentuar për pjesën e pikturës, jemi munduar t'i angazhojmë për të krijuar këto piktura, në bashkëpunim dhe me piktorin e bashkisë që po shërben dhe si mentor ose për të rritur cilësinë edhe të pikturave, edhe për të ndihmuar nxënësit. Dhe shpresojmë që ta mbarojmë dhe në momentin që do mbarohet do jetë diçka shumë funksionale për mësimdhënien në gjeografi. Nxënësit shprehen se synimi i tyre është që klasa të mos jetë vetëm një mjedis mësimor, por dhe një hapësirë ku fantazia dhe dijet shkrihen së bashku. Kur kam qenë e vogël, kam filluar të pikturoj si fillim si proces mësimor, ku domethënë nga detyrat e shkollës, më pas e kam zbuluar që kam pasur pasion dhe kam vazhduar pasionin tim duke bërë edhe piktura në shkollë, por edhe piktura në shtëpi për qefin tim. Sot cilin nga planetet jeni duke realizuar? Kam bërë Neptunin, planetin e fundit. Nuk ishte një planet shumë i vështirë, por edhe duke qenë se e kam pasion dhe e kam mësuar dorën, e realizova në një mënyrë shumë të mirë. Mësuesit e konsiderojnë këtë iniciativë si një mënyrë moderne për t'i afruar nxënësit me botën e gjeografisë, duke e kthyer klasën në një ambient që nxit kuriozitetin, të mësuarit aktiv dhe përvojën vizuale. Murali, i cili po merr formë ditë pas dite, sjell ngjyra, kreativitet dhe një frym bashkëpunimi mes të rinjve, të cilët kanë kombinuar imagjinatën me informacionin shkencor.